Dhe jemi shumë shpresplot që sidoqoftë do mund që t'i kapërcejmë këto pengesa që nuk janë absolutisht në të mirën e kësaj marrëdhënie të rëndësishme fqinjësore dhe strategjike që ne kemi me Greqinë. Por nga ana tjetër, ne kemi bërë qartë që ditën e parë që nuk kemi ndërmend që të heshtim, të bëjmë sikur s'kuptojmë, dhe aq më pak pastaj të nënshtrohemi fakteve të kryera kur vjen puna në këto marrëdhënie. Për një kohë gjatë, fqinjët tanë u mësuan pak keq do thosha, që këtu në Tiranë të kishin bashkëbisedues të nënshtruar, të heshtur, që bënin sikur s'kuptonin, kur në fakt fjala ka qenë dhe mbetet për çështje që nuk mund do të anashkalohen dhe as nuk mund do të bëjmë sikur s'ekzistojnë. Janë botërisht njohura, çdo shqiptar i interesuar për këtë marrëdhënie i di se cilat janë çështjet. Ne mendojmë që për secilën prej tyre ka zgjidhje në një frym bashkëpunimi, miqësie dhe respekti për standardet dhe parimet e familjes sonë europiane. Por nga ana tjetër, e kemi vënë re her pas here që çështjet rimarin një peshë të caktuar dhe bëhen pengesë për arsye që janë të lidhura me situatat politike, me debatin e brendshëm, me konsumin e brendshëm politik, posaçërisht në Afin.